nderuar vëllezër, u ndalëm javën e kaluar me disa nga urtësitë të nderuarit të Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dhe theksova se ndryshe nga sahabët e tjerë ose paraardhësit e tij, më mirë themi, arsye se pse përmendim për Aliun radhiyallahu anhu urtësitë qëndron në faktin, domethënë, se eksperjenca e Aliut ndryshe nga paraardhësit e tij është një eksperiencë akoma më e madhe. Pra ka krahas diturisë që i ka falë Zoti xhelle xhelalu, ka dhe eksperiencën e tre paraardhësve të tij. Sërish do të ndalem me disa fjalë të tjera që dëshiroj të ndajmë së bashku për t'i pasur një jetë, për të mësuar. Është një eksperiencë dhe dituri e shkrirë midis diturisë dhe eksperiencës. Thot Aliu radhiyallahu anhu, la sharafa ma su'il adab. Nuk mund të jesh fisnik dhe i ndershëm duke qenë i pamoralshëm. Nuk mundesh të jesh fisnik apo i ndershëm duke qenë i pamoralshëm, pa virtyte. Shikoni se çfarë vlerësimi kishin sahabët e pejgamberit alayhis salam për edebin, për kulturën. Pra kultura në Islam, nderuarit e mi, është gjë e më e madhe. Mund të kesh shumë gjëra, po nuk patë edukatën, po nuk patë edebin, s'ke asgjë vallai. Po nuk patë edebin, po nuk patë edukatën, këtë fe asgjë nuk ke. Dhe profeti alayhis salam, domethënë, njerëzit i ka fituar ose masat i ka fituar me çfarë i ka fituar? Me edukatën e tij, me edebin e tij. Është edebi ai që ka zotruar ose sunduar tek praktika e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Shikoni urtësia radhës, thot la rahata li hasud. Ziliqari kur s'ka për të pas rahati. Ziliqari, o Zot mos na bëj për tyre. Smiraxhiu kur nuk ka për të pas rahati, nuk do të gëzoj rahati. Arsye, profeti alayhis salam ka thënë la hasada illa fi ithnatayn. Nuk mund të jetë i lejuar hasedi, lakmia ose smira, më mirë themi, vetëm se në dy gjëra. Një njeriu të cilit Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpenzon atë në rrugt të Allahut, domethënë ti nuk e ke smirë sa i ka, ose lakmi sa i ka. Ti i thu sikur të kisha edhe unë si ky, e t'jepja dhe të veproj edhe unë si ky. Dhe atij njeriu të cilit Allahu xhelle xhelalu i ka dhënë dituri, dhe ai punon dhe e shpërndan atë. Vetëm në këto dyja, pra imagjinoni domethënë se çfarë bën hasedi. Hasedi ti djeg veprat e mira të gjitha. Mund të bësh shumë të mira. Mund të bësh të mira pafund. Fakti domethënë që ke hased, ke smir, çfarë tregon? Tregon që zemra ka smundje. Është e smur zemra. Dhe nuk është një smundje do si do, por është smundje më kryesore që ta shkatron fen, ta shkatron besimin. Dhe njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm tek pjesa e smirës. Sidomos nderuarit e mi, vë theks këtu, na ndodh shpesh që të kemi gjithë normalisht që kemi probleme të zemrës, të sëmundjeve të zemrës, shpirtit. Mirë po nuk përpiqemi për t'i kuruar. Hapi i parë të cilin duhet ta bëj besimtari domethënë është të pyes, të interesohet rreth tyre, të mos ja anashkaloj, të mos i nënvlerësoj. Pra e shef veten që mund ta kesh smir tjetrin, mund ta kesh domethënë hased tjetrin dhe nuk përpiqesh për ta kuruar këtë pjesë. Unë mund t'ju them një shembull personal, jo në kontekstin e smirës, por në kontekst tjetër, një smundje e zemrës që quhet urrëtia. Ma mundsoi Allahu para disa kohësh të isha në shoqërinë e një dietari të madh të botës islame dhe ndër të tjera e pyetje time personale, pra nuk pyeta për kënd. Thash, "Hoxh, kam një problem timin, a mundesh më orientosh se si ta kuroj?" Thash, "Kam vite që përpiqem me kuru vetë, po s'e kam arrit." Ke parasysh ndonjëherë domethënë se ti mendon se ha se di, por nuk mjafton gjithmonë vetëm dish. Është dhe eksperjenca dhe Aliu radhiyallahu anhu në këto fjalët që na përcjell nuk është vetëm dituria, por është dituria e shkrirë në eksperiencë. Thash, filan dietar, respekt për diturinë e tij dhe dashurinë në përgjithësi si musliman, po dashuri për atë si individ jo. Thash, si mund ta kuroj këtë? Thash, nuk duhet të them më tepër, domethënë që
dikur ka qenë dhe urrëtie, sot nuk është e tillë, elhamdulillah Allahu. Po pse dhe kush ka thënë ty dhe herë se duhet me i dash me patjetër gjithë? Ti duhesh në përgjithësi, po, njerëzit kanë diferencë. Pra ti edhe në familjen tënde, edhe në familjen tënde ose këtë afërmit e tu. Pra mund të kesh 5 çuna xhajesh, gjithë një lloj dondi, edhe mund të duash gjithë një lloj. Por po flasim domethënë që dikush për një vepër që bën, e don më shumë se tjetri. Një shok, mund të kesh gjithë shok klasë ose shok rrugtimi, por nuk është se i don gjithë një lloj. Në përgjithësi i don, po njëri bën veprime të cilat të afrojnë më shumë ka zemra me të. Ndaj dhe më bëri shumë përshtypje kjo fjala e Aliut radhiyallahu anhu, e cila nuk të lën, domethënë, çfarë thotë, nuk ka për përjetuar rahati i cili ka smire. Përse? Sepse derti i tij është se përse ky, nuk është derti se përse unë nuk jam, unë nuk kam për shembull, e supozojmë, ose pse unë nuk jam në këtë rrugë dhe ky është. Përse për këtë e lavdërojnë dhe mua jo? Po derti i këtij është se pse ky është halli. Dhe ky asnjëherë nuk do të përjetojë, thotë, rahati. Thot Aliu radhiyallahu anhu, men salla sayf al-baghi qutila bihi. Kush e ngre shpatën e zullumit, pra mos mendoni domethënë se me patjetër po flet tu për armën, me nxjerr armën. Shpata mund të jetë edhe gjuha. S'ka si gjuhë. Shikimi. Kush ngren shpatën e zullumit, me atë do të vritet. Që do thotë, që është e pamundur të bësh zullum në këtë dynja dhe mos të lahen haqet këtu. Por se si lan haqet këtu atë din Allahu. Sepse ka Allahu shpërblim. Sepse ka për njerëz domethënë që shohin që filani për shembull ka bërë zullume të mëdha. Ma merr hakun Allahu. Vëllai nuk ka fjalë më të mëdha që më i thon dikujt të lënë çazonin. Shprehja jone, të lënë çazonin domethënë, po i padalon Allahun për zonin gjitha, domethënë mirë, po vendimi i Allahut ose gjykimi i Allahut ose ajo çka Allahu i jep si shpërblim ose si drejtësi e tij, jo me patjetër duhet të jetë ajo që don ti. Pra ti e kërkon një formë të caktuar dhe pret, domethënë që me patjetër duhet të jetë në atë formë, se si e ka dhënë Allahu atij, atë e din Allahu xhallal xhelalu. Ndaj, kush e nis një padrejtësi, kush përdor një padrejtësi, ajo ka për të hëngër kaptinën. Kjo është fjala e Aliut radhiyallahu anhu. Ikhfa'u shada'idi min al-muru'a. Ti fshehësh vështirësitë që ke në jetë, ose të fshehësh sprovat të cilat po i përjeton, ky është njerëzilliku i vërtetë, ose burrëria e vërtetë. E pyetën dikë dhe i thanë, si ka mundësi që ti i buzëqeshur vazhdimisht? Normalisht që njeriu nga njeriu ndryshon, nuk mund të jenë njerëzit të gjithë një lloj. Dikush e përjeton një formë, dikush e përjeton një formë tjetër, sprovën, vuajtjen e kështu me radhë, dhe nuk është kusht që të jenë të gjithë njerëzit të jenë në të njëjtin nivel. Ndërsa Aliu radhiyallahu anhu po flet se çfarë është më e mira për njeriu. Thot ta fshehesh atë. E pyetën domethënë që si ka mundësi që ti buzëqesh vazhdimisht. Ke mundësi tha me ma zgjidh hallin ti? Jo, nuk ta zgjidh dot. Po atëherë do të rri duke të tuqë aty problemet tuaja vëlla në mënyrë të vazhdueshme, paraqitje të mëdhnueshme të Allah. E para duhet me qenë ke Allahu. A është kjo ftesë, mos ju qaj njerëzve? Jo, nuk është ftesë mos ju qaj njerëzve. Por duke u anku vazhdimisht, si vallaj, cop, mos thuj më cop. Sepse ashtu do vazhdosh. Thuaj ashtu siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam, çudi me besimtarin dhe një diçka e tillë thot nuk ndodh vetëm se me besimtarin.
Kur i bjen e mira ai falenderon Zotin, thot alhamdulillah, kjo prej Allahut, dhe kjo është në të mirë, në dobi të tij. Edhe kur i bjen një e keqe, pra falenderon Allahut. A do të thotë kjo domethënë se nuk po e përjeton vuajtjen, po patjetër që e përjeton atë vuajtjen. Por i pajtuar me atë që ndodh prej Allahut, pra duke mos ditur urtësitë e fshehtësisë së asaj që ka caktuar i madhnueshmi Allah, pajtohesh dhe kjo është në dobinë tënde. Mund t'ju tregoj këtu një ngjarje interesante që kam lexuar dikur, thot niset baba bashkë me djalin, dikur organizohenin tregjet me ditë të caktuar, në zonat të caktuara edhe në vendin tonë, domethënë, me ditë të caktuara, 2-3 ditë, ndoshta një javë. Dhe ai i cili kishte produkte ose kishte mallra që duhet i shiste, duhet kapte ditët e tregut, se s'kishte treg më. Pra nëse Tirana e kishte në këtë muaj 2 ditë, kur të vinte muaji tjetër ose sezoni tjetër, dhe baba i thonë vazhdimisht djalit, domethënë, sepse ky është prindi është edukatori, jo thjesht ti je prindi biologjik. Po edukator duhet të jesh me vepër, jo vetëm me fjalë. E këshillonte dhe i thonë o bir, për gjithçka që i ndodh njeriu, thuaj alhamdulillah. Ka qenë më e hajrit ashtu. Thotë duke shkuar domethënë me gjën e gjallë, me kuaj, kali i babës thyn komën. Pra që ishte i ngarkuar domethënë me mallrat. Po thotë ky si do t'ja bëjmë? Si do ja bëjmë do tani se kali s'heste me këmbë thyer. Nuk i dihet të birë, thotë ku ka qenë hajri, mos u mërzit. Ca do t'i marrim vetë, ca do të ngarkojmë këtë kalin tjetër, thotë, ja lidhën komën kalit dhe e lanë aty tek një person, domethënë. Mos u mërzit, ç'a mos u mërzit e babë, se kështu do vënohemi, nuk do e kapim dot. Na hiku i ditë tregu. Nuk i dihet të birë, thotë ku hajri, nuk i dihet. Duke ecë të rrugës, thyn komën në baba. Të shike baba nuk thojtë do të gjose. I pari ishte kali, që thojtë u bubu, se thojtë dhe komën ti. Nuk u një, thotë, në brendësinë e vetë e kishtë thonë diçka të tillë, thotë. Se më babën në krah deri sa afrohen tek një zonë e banuar aty, i rregullojnë komën babës, u vënu, kishte hik dita tregut si rregull. I thotë jati mos u mërzit të birë. Jo, babë thotë vetëm ti jesh mirë. Ç'më i thon? Hik me babën do të hik i herë. Shko ke tregu. Babë se kanë marru, thotë, ka marru dita e tregut. Shko birë herë, thotë se nuk i dihet. Thotë dhe shkoj. I mori dhe i kafsh borxh këtij zotit shtëpisë. Shkoj, thotë atje. Kur shkoj në vendin ku u bënte pazari, u bënte tregu, thotë shme pa. Njerë, domethënë ishte vendi komplet i djeg. Dhe pyet, çfarë ka ndodhur thotë tu? Lënë, se kishte njerëz të cilët ishin tu kërkuar për të mbijetuar. Karaj flakë e madhe, thotë. Karaj flakë e madhe. Dhe janë djeg, jo vetëm malli, po me tregtare, me gjotë gjallë, me gjithë shka që kanë pas. Tha elhamdulillah, tha elhamdulillah. E pa, domethënë hajrin. Kush fjala e babës, nuk i dihet ku hajri. Domethënë nëpërmjet një të keqe që ti e konsideron të keqe, domethënë që të ka rënë, domethënë nëse një sprove, Allahu të ka ruajt nga një e keqe e madhe. Allahu të ka ruajt nëpërmjet saj nga një e keqe e madhe. Ndaj mësohun jetë të pajtohesh sepse i tillë duhet të jetë besimtar. Ndaj dhe Aliu radhiyallahu anhu pra thotë, mos u mëso t'ia shprehësh tjetrit gjithmonë problematikat që mund të kesh në jetë. Me ne, domethënë duke e qa hallin tënd me tjetrin, ndoshta jo gjithmonë, jo me patjetër që me të ndihmu tjetri, e kupton? Po thjesht njeriu ka nevojë ta ndaj vështirësinë me dikën. Thot Aliu radhiyallahu anhu, ahsin ila al-musii tasudduhu. Bëj mirë thot keqit, ta ndalosh të keqen e tij. Bëj mirë atij që bën keq, bëj mirë atij që bën keq, ta pengojsh të keqen e tij. Kemi një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë kontekst, domethënë në kontekstin që fjala e t'i japësh sadaka ose t'i japësh dikujt, ta ndihmosh, po me shpresën ose kush është niyeti jot, niyeti është që
Nëse ai për shembull është hajdut, mos vjedhit, na loj vjedhin. Nëse ai është një njeri që ngatrohet me të tjerët, mos ngatrohet me të tjerët. Dhe profeti alayhis salam na përmend shembullin e atij personi i cili jep sadaka, por dhe dëshiron ta shohë se ku do shkojë sadakaja e tij. Thotë dhe çfarë më pa, në natën e parë pa që sadakaja që ai dha e mori një hajdut. Thotë do jap sërish o Zot, do jap sërish. Dha për dytën herë ose për natën e dytë, çfarë më pa, sadakan e tij ose sadakaja e tij ra në dorën e një imorale ose me gjuhët sotme domethënë një prostitute. Çfarë s'kam bo Zot, thotë që i diti hajdut, i dit domethënë një imorale. Pra është ajo shprehje që themi ne, haram i pasën pas këto lekun. Në ditën e tretë sadakan e tij e merri pasanik. Thotë mirë këto dy, po ky thotë çdo. Thotë dhe për diçka të tillë e shpreh si shqetësim, domethënë ose e ndan shqetësimin e tij me profetin e kohës. I thotë për sa i përket të parit, ai hajduti, domethënë duke marrë sadakan tade, e bën një të mirë, pse nuk shkoj me vjet. Për sa i përket dytës, dhe ajo tha shiko, reflektoi, tha, nuk është se risku vika vetëm me një formë. E ke parasysh kur një person ka gjetë një punë dhe me desh me hap diskutimin ti me të që më i thonë që ta lesh këtë punën ti të nisësh një punë tjetër. Ati duket sikur i kërku shpirtin. Pse? Se ju ka tipos mendje që unë këtë mund të bëj unë, këtë punë mund të veproj. Mundesh vëlla me risku vjen në forma të ndryshme, provoje, s'ka as të keqe. Thotë dhe ajo reflektoi. Po ky i treti thotë. Ky i treti thotë reflektoi akoma më shumë, se thotë nuk jam për të marrën, unë jam për të dhënë. Dhe kjo ka ndodhur edhe me pejgamberin alayhis salatu wassalam kur ja shtroi sahabëve të tij, domethënë pasuritë, dhe një prej atyre që ja vuni pasurinë përpara ose mallin përpara kush ishte xhaxhai i vet Abbasi radhiyallahu anhu. Abbasi ishte pasanik, ishte tregtar i jetë e mot. Thonë domethënë që tregtarët ja dinë vlerën më fort pasunisë, se është lodh për të. Dhe nisi thot Abbasi fut durët dhe o xhai dhe me vërtet që kemi thonë me marr. Pasunia është e ëmbël. Është e ëmbël, po duhet më e marr thot në hakun e vet, në hakun që i takon, ashtu siç i ka hije. Ndaj e ëmbël është, po avash e çik, nuk jeti për të marr. Thotë edhe u tërhoq thot Abbasi radhiyallahu anhu. Pra ti japësh ose ti bësh mirë personit që është në shtëpinë të keqes. Qëllimi kush është? Për ta ndaluar, sepse ky veprim thotë ndalon. Çdo person të ndërumit e mi ka çelës. Po duhet më gjetë çelësin tjetrit. Ka çelës ke zemra vet. Duhet më gjetë çelësin. Ndaj që lloji i ligjërimit nuk është i njëjtë për të gjithë. Dhe shprehja e shqetësimit nuk është e njëjtë për të gjithë. Nëse e ke një shqetësim tëndin personal, ndaje me një person të ditur, cili do qoftë ai. Ama afro se nuk ka për të ardhur i diturit e këty. Shpesh ankohen domethënë njerëzit se nuk është mundësia ose ku ta gjej ose të tjerë të cilët shprehen të ndrojtur. S'ke pse të shprehesh i ndrojtur, as pak. E ke shqetësim po. Kërkoje ti. Po me që jeni smur di vllai im, si apo? Ke turp domethënë se do shkoj ke mjeku? S'ke turp pse? Se ke shqetësim. Po kur shqetësimi është i shpirtit, është i fesë, duhet ta anashkalosh në mënyrë kategorike, nuk duhet jemi në një gjendje të tillë. Dhe këtu hyn roli ose del në parë roli i kujt? I atit i cili ligjëron ose i atit i cili i përgjigjet të tjerëve, ku duhet të gjejë gjithë secilit çelësin domethënë që i takon. El ihsan yaqta'u al-lisan. Allah. Ti bësh mirë tjetrit, ta këpot lapën. Që do me thonë me këte? Ka një shprehje arabe të prafërt me këte që thonë, dora që të ka dhonë, ta ullë shikimin në tokë. Dora e cilat ka ndihmu, të bëndë me thonë që ta majsh kokën ullë. Ne nuk themi se duhet
ta mash kokën në ul karshi personit i cili të ka ndihmuar. Po kjo është ndjenja e njeriu. Dhe Aliu radhiyallahu anhu po thotë që ti bësh mirë tjetrit, ja ruhesh edhe prej gjuhës së tij. Pra, e din një person i cili mund të jetë, domethënë, ta ketë gjuhën e gjatë, nuk kursen këndej. Po them ke puna e Chelsea, çdo kush e ka Chelsea. Bëj mirë se ke për të rahat prej gjuhës së tij. Bëj mirë se do të bish rahat, domethënë edhe nga gjuha e tij. Këtë ai po ta thotë me dituri, por po ta thotë edhe me eksperiencë. Që do të thotë që me njerëzit duhet të jesh diplomat. Duhet sillesh me forma të ndryshme, nuk mund sillesh me të gjithë në të njëjtën formë. Pra gjithsej cili, a ka zgjedhje? Gjithmonë ka zgjedhje. Gjithmonë ka zgjedhje. Por këto nuk duhet abuzohet me këto. Domethënë ne nuk ndihmojmë njëri tjetrin tani që hasa ta kem në krahun të jo, më vëlla, jo. Nuk robrojmë njerëzit ne. E ka bënë domethënë Abu Bekri radhiyallahu anhu që u blente skleverve, u blente robrinë e tyre dhe i lente të lirë. I thot Iyadi, sikur ti kishe marrë të birë. Domethënë tu shpenzu ti kishe marrë se i kishe si fuqi. Mirë po kur i mbështetesh Allahut, la nuridu, nuk duam thot Zoti xhelal xhelal jazaan wala shukura. As shpërblim, as falënderim. Inma nut'imukum liwajhi Allah. Ne ju ushqejm vetëm për hir të Allahut. Nuk kërkojmë domethënë as shpërblim e as falënderim. Ky është parimi i muslimanit. Mirë po në të njëjtën kohë çfarë ndodh me njeriu? Ndodh që kur dikujt i bën një të mirë, edhe gjuhën ai e fut mrena pastaj. S'mundet me e përdor. Mirë po kjo që s'mund ta përdori gjuhën, kjo domethënë ka dhe pasoja negative. Në pasojat negative kush janë? A do të thotë kjo që të mos reagojë personi të cilit i ke bën mirë ti kur duhet me net me hakun? Me hatrin e Allahut as i hatër nuk ka. Vallahi edhe me të majt tjetrin plom dorës. Nëse ka zgjedh me shkel hatrin e Allahut, kur mos u poziciono me të keqen e tij dhe me të keqen se vallahi s'kam ç'bëj. A e keni dëgjuar në rumit e mi vazhdimisht kënë, domethënë kur vjen puna, po e kapim një aspekt kështu banal komplet. Kur vjen puna ke votimet, është për të votuar dikush. Do ta votojmë, s'kam ç'të bëj se na ka pasboj. Ka pasboj ner, ose na ka pasboj ner si familje, ose na ka ndihmuar, ose i kam dhënë llafën. Ç'është kjo? Domethënë njëri pa personalitet, njëri pa karakter jeti, do ta ndihmoj se më ka ndihmuar. Do ta vizitoj se më ka vizituar. Ç'janë to? To nuk janë fen ton. Në fen ton duhet jesh parimor. Mund të kem vlla, mund të kem bab, mund të kem nën, mund të kem bir, mund të kem gjithçka. Por është Allahu mbi gjithçka. Është Allahu ai i padiskutueshëm. Ndaj nëse bie ndesh me Allahun subhanahu wa taala kur, po kur them kur, e padiskutueshme. Me Allahun nuk ka. Është Allahu, pas Allahut vijnë gjitha dhe renditen gjitha me radhë. Thot Aliu radhiyallahu anhu, kush e shkurton gjuhën, i shtohen miqt. Kush e shkurton gjuhën me tallje ndaj tjerë, me ofendime ndaj tjerëve. Dhe kjo është i këshill domethënë për rinin. Rinia, sidomos mosha e rinis shpesh domethënë e kanë atë ofendimin, talljen, bullizimin e quajnë sot domethënë. Nuk duhet as pak kjo të jetë domethënë në mesin e një shoqërie islame, në mesin e një rinie islame, në mesin e një familje të shëndosh. Nuk duhet të ekzistojë. Ndaj dhe thotë që kush e shkurtoi gjuhën, pra nga këto veprime, i ka shtu miqtë e shokët. Dhe mik e shok kanë thënë, as-sadiqu man sadaqak wa laysa man saddaqak. Shok e mik është ai që është i sinqert me ty, të rrinë në krah, dhe jo ai që të vjen mas vjet, po, e ke mirë. Pra tjetri është të thonë, si thuti, e ka diskutuar diçka me ty, si thuti, po, e ke mirë. Ai mund të jetë, domethënë, gabim me 100 milion %.
Ky vetëm se më i shku mas fijes. Po jo dha se jo kushdo që del me bojë veprim do ta duhet trokasim ne. Gabimit ne i themi gabim. Dhe shoku e miku që ta kemi shok e mik, çfarë lipset sinqeritet, lipset çiltërsi. Thot Aliu radiallahu anhu, men qalla sidqu qalla sadiqu. Kush e ka sinqeritetin e pakët, i ka dhe shok të miq të pakët. E keni të gjuhë nderuarit e mi, çëndsi ka, domethënë histori ose tregim ilustrues, është apo s'është i vërtetë ose ka ekzistuar, nuk ka shumë rëndësi kjo. Ku një bab i thot të birit që shkon në fton miqtë e shokut. Kishte pjek i vitsh në ditej, shkoftoi të gjithë miqtë e shokut, ku janë. Erdhi djali me një tek pull të panjoft. E shef baba thot, kush është ky? O baba thot, ky është miku shtëpisë tonë. Miku shtëpisë, panjoft, pa asgjë. Thot pse? Po sepse miqtë e shokut thot në cilët rrinin i zbulova. Gjithë u thash, vëllai, ka çuha për baba se ka i hall të madh nga shtëpia. Ka i hall të madh. Asnjë. Kurse këti dhe sa i thash që kene i hall të madh nga shtëpia na kishte ardhi një herë, ky erdhi dhe pa njoft. Ky tha baba, miku vallai, tha ky është. Ky tha duhet për mik. Po pse një duhet me pas domethënë të njoft shumë që të quhesh dikushi? Un kam pa sikurse un edhe ju, po mua më ka lindë drejta me fol domethënë publik. Un kam pa hipokrizi pafund në vendin tonë. Po që të arrisi hipokrizia në xhenoza vëllezër dhe mi për zonin, kjo më duket shumë e tepruar. Shefi xhenozat madhe domethënë aty. Mashallah. Ore, ai nështë s'ka qenë fare i rrugës fesë. Po pse po ja falën në Qabe atij, domethënë, me ja fal namazin e xhenozës në Qabe, që i Zotë di se sa është numri aty në që prezantojnë aty. Çdo bika për t'i bënë nëse ai nuk ka qenë këtë rrugë, ose se ka besu këtë rrugë, ose ku i dihet se sa zullume u ka bërë robëve. A e pe çfarë varrimi më. O sa rob, a keni pas njerëz ndër pyetjet më idiote që kam dëgjuar domethënë varrim. A keni pas rob vallai fort? Po pastaj se ke pas fort. Ç'e treguesi o ky? Ç'e do të thonë? Pse atij që nuk i shkojnë domethënë ai nuk vleka? Por mjafton të vleshke Allahut, po atërdhen astërdhen njerëzit mas vdekjes. Ç'rëndsi po ka ajo? Ndaj dhe Aliu radiallahu anhu thot që men qalla sidqu, kush e pakson sinqeritetin, i paksohen dhe miqt. Ndaj sa më shumë sinqeritet, sa më shumë miq. Jo numerikisht, por sa më shumë miq, se mund t'i kesh të pakët, po ato janë për ty. Ato janë për ty. Le të jenë të pakët në numër, ato vlen shumë. Thot Aliu radiallahu anhu, përgjegjësia e gjuhës tani. Lisanuka yaqtadhika ma awadta. Gjuha është edhe gjykuesi se si e ke mësuar, ose është treguesi se si e ke mësuar ti atë. Domethënë, mësoje gjuhën tënde ti domethënë me të këqija, me sharje, me ofendime, me fjalor banal, edhe thuj pëse, shiko se unë nuk e kisha me qëllim, a? Po ti siç mund i thush tjetrit për shembull, "Are kom shtrems." Nuk e kisha me qëllim unë. Are qarr. Nuk e kisha me qëllim, më shbo si shprehje. Po nuk të bësh shprehje valla. Nuk të shbosh shprehje. E ke mësuar ti gjuhën me mi bë këtë shprehje, se nuk është se është fëmijë i vogël e një gjë aty ke rruga dhe e tha një herë. Ti e ke mësuar veten tënde, domethënë ja ke bë vetes shprehje. Ndaj dhe profeti alayhis salatu wassalam thotë: "Laysa al-mu'minu bi ta'an, wala la'an, wala fahish, wala badhi." Nuk bën të jetë muslimani sharës, ofendues, gojë pise, gojë ndyr. Duhet të jenë këto ke muslimani. Atëherë çfarë do të thotë? Do të thotë që duhet punosh me gjuhën tënde, ta edukosh atë. Ndaj dhe kanë thënë që gjuha kocka s'ka,
po kon s'ka thënë. Pra fjala e saj rëndon. Siç mund t'ia thuash tjetrit një fjalë të mirë, ose mund t'ia thuash një formë të mirë, ti e tu e bë. Për shembull, ka njerëz maraku i atyne. Kot më të pyet hoxhën. Unë e kam dëgjuar me 10 ose 100 herë, kot më të pyet hoxhën. Dhe unë që nuk e përtoj kurrë, them, "Hërë, nuk jam për të më pyet kotun." Kot pyet veten tatë, jo mua. Kot më pyet. Mos më pyet. Sigur të ka vu kush pistoletë, do të thonë, bëj pyetje. Mos më pyet më. Kot më të pyet. Mëso të flasësh ose të pyesësh. Pra, po se patë shqetësim, pse pyet kot? Ose tjetri do më thonë, nis me thonë, t'ja falim një fukaraj këtë. Edukohu robi Allahut, edukohu me Zotin, kush je ti që të falësh? Ose a do ta kisha falun ty këtë? Si i thu tjetri ti ta kisha fal? Po kur i thu do më thonë, vallaj, do më nerojshë po ta pranojshë këtë dhuratë prej meje, shif sa e bukur është. Do më kishë nderu po të ma pranojshë këtë dhuratë nga ana ime. Ka diferencë dhe, ti thush tjetër, ta falun ty këtë. Thonë dhe, po pse jam bo për të falun? Po ai që fali herë, ai është Allahu, si ka mundësi të kesh, dhe më thonë, një edukat, kaq të poshtër me Zotin e gjithësisë. Duhet edukohemi o vëllezër. Dhe nga i herë këto gjëra duhen cilësuar në publik, se mos ndoshta ke vetja, thirrri herë vetjes. I ke bërë llogarit gabim. Për shembull, unë kam trashëguar në Siri një shprehje që e kanë në mas populli sirian, që kur merr abdest thon Zemzem. Qëllimi është që marrësh prej Zemzemit. Pra që inshallah të pafshan gjabe. Ky është qëllimi. Po e thon mas sirianët, sepse e kanë pas gjithmonë, domethënë, ëndër që të vizitojnë Ka'ben, qoftë për umre, qoftë për haxh. Tani janë lehtësuar gjonat, alhamdulillah, më shumë, por dikur me vërtet ka qenë shumë e vështirë. Dhe kur në Shqipëri ishte ky dietari Ali Karadaghi, Allahu e rujt, dhe unë e shoqërova një 2-3 ditë, dhe ishe shofer i hoxhës, dhe ndërtjerë mori abdes diku. Dhe i them unë Zemzem me hoxhë, sepse ai nga Iraku me Sirinë aty. Ta mu tha ne në fisin ton, fis dietarësh, kemi shprehje më të mirë tha se sa kjo e Shamit. Nuk e kisha menuar, të them drejtën. Pra unë e kisha dëgjuar këtë në Siri dhe më kishte pëlqyer jashtë mase. Nëse tonë as i gjon xhamën. Merr abdes nuk do të as i gjo kërkun. As Zemzem, as bovi, as i gjo. Po flas domethënë që ata që kanë kulturë feje. Tha ne themi Kauthar. Marsh prej Kautherit. Neta për pak çaste duke meditu, pra edhe pa e sqaruar, nuk u donte shumë për të updateu, neta pak çaste. Çfarë do thotë Kauthar, o vëllezërit e mi? Do të thotë garanci më ke hyrë në xhenet. Pra më thon pejgamberi alayhis salam se Kautheri do të thon rrin pejgamberi aty, thash subhanallahu, një pas ka më mirë. Thash atëherë u dashka ndru. Mirë, po u dashka ndru me ata të cilët e kuptojnë. E kam përdorur edhe me shqiptarë dhe jam përpjek për shembull edhe me jasjeru, pa mazallare. Mazallah, prap ke e vetja. Thot Aliu radiallahu anhu, men talaba ma la ya'ni, fatahu ma ya'ni. Allah. Kush kërkon ato që si intereson, si kjo që thash, që pyet, kot më të pyet, kush interesohet për gjëra që nuk i interesojnë, nuk arrin gjërat që i interesojnë. Thotë Ikrima Maula Abdullah ibn Abbas, një nga dietarët e mëdhenj të fesë tonë islame, nga nxënësat e Abdullah ibn Abbasit, dhe në të njëjtën kohë, duke qenë se vinte nga statusi sklav dhe ishte i liru, këto i quajnë mawali, thotë Ikrima, thotë Abdullah ibn Abbasi, deti i diturisë radhiyallahu anhu, më lidhte prej kome, që të rishe do më thonë aty në mexhlisin e atij me mësu. Dhe sikur të mos ishin shpesh herë debatet ose polemizimet, diskutimet e panevojshme që hapja me të, do të kisha përfituar prej tij dituri shumë herë më të shumtë. Por duke u marrë me gjëra që nuk t'i interesojnë,
Pra ti pyeti herë për gjëra të cilat të interesojnë ty në jetën tënde. Duke u marrë me gjëra që nuk të interesojnë, ti nuk arrin gjëra të cilat ty të kanë interesuar. Dhe e shef, domethënë, pra flet për gjëra gjeopolitike, po themi, e kupton? Flet për gjëra gjeopolitike, kur vjen puna tek disa çështje tepër thelbësore të fesë, kërkon. Po ty të falë edhe habiti, domethënë. O vëllezërit e mi, pasha Allahun më ka rënë mua personalisht të ulem në diskutim me njerëz të cilët frekuentues të xhamive, të 5 kohëve të namazit me dekada, të paktën 2 dekada. Dhe ta dëgjojsh, domethënë, ka dëgjuar shumë për fenë, se normalisht prezantoj shumë me xhlise. Pasha Allahun nuk e dinte gusulin të saktë. Nuk e dinte gusulin sakt, rregullat e gusulit. Dhe thash subhanallah. Hoxhallarët e vjetër, hoxhallarët e vjetër. Hoxhallarët që kanë qenë brezi para nesh, ky është qëllimi. Se të shihim të shku ne, jemi të huzbardhi në të shku në këto hoxhallarët e vjetër, po. Hoxhallarët që na kanë parapri, kanë pas disa principe në mënyrën e dhënies së ligjërimit. Pra ishin të fokusuar vetëm në disa gjëra. E thoshin disa e kthenin dhe metalli, hamër, ose vetëm rregullat e pastërtisë japin këto. O vëllezër, vallai duhen përsërit në mënyrë të vazhdueshme se ka gjëra të cilat nuk i vën re. Ti ke bën një traditë ke vetja dhe nuk din të saktën, po nuk ke as nga ta mësosh. Ora mund ta marrësh abdesin për ditë, ndoshta mund të kesh gabime aty, por nga që nuk të është përsërit ose nuk të është thënë ajo e drejta, ashtu siç qëndron puna, ke përfunduar domethënë që vazhdon me atë tatën. Po ku e morë këtë tatën? Dhe personi në fjalë ishte një prej atyre dhe u habi dhe thash subhanallah. Të kesh 20 e kusur vite domethënë në xhami dhe të mos dish rregullat e gusulit, pra që e shkaktojnë gusulin, këta e kam për qëllim, rregullat që e shkaktojnë gusulit, ta shruajnë në Zot. Pra i bie që personi në fjalë me ato që s'kish ditë i kish rënë që tu falte edhe xhunup zotnia, sepse nuk e dinte që do boka xhunup x gjë. Edhe një dy edhe e mbyllim se fjalët e Aliut janë të shumta, po thot xhelisul khairi ghanima. Të kesh një shok të mirë është sundimi i vërtetë. Ndaj dhe e kam thënë dhe ripërsëris që kapitali më i madh që mund të kesh në jetë është shoqëria e mirë. Kapitali më i madh që mund të kesh në jetë është shoqëria e mirë. Por një shok po të kesh tamam, të kesh në rrugë të hajrit, se mund të kesh edhe shok rujnë Allah për punë të këqija. Unë po flas domethënë një shok që ta kesh në rrugë të hajrit, që ta kesh me të vërtetë shok. Pra shok për kohë, thot ky është pushteti ose sundimi i vërtetë. Ndaj fjala që zgjidhe shokun më të mirë nga vetja është totalisht shprehje fetare kjo, sepse profeti alayhis salam ka thënë el mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Robi është në fenë e shokut me cilin shoqërohet, ndaj gjithsej i cili ta përzjedhi shokun me cilin shoqërohet. Në kuadër të shoqërisë, thot suhbatul ahmaq nuqsanun fi dunya wa hasratun fil akhirah. Trish me ignorantët, thot, trish me ignorantët, njerëzit domethënë pa ndonjë vlerë. Ai është ignoranti ose idioti. Jo vetëm që ti ul vlerat në dynja, por të shton dhe pikëllimin në ahiret se ke çu kohën ndëmër. Shoqërohesh me dikë i cili domethënë e shndron jetën komplet vetëm nga gallat. Vetëm me qesh. Pse vetëm për qesh është jeta? Nuk ka një trajtim serioz, nuk ka një trajtim njerëzor. Pra e supozojmë, menjen jo po vetëm dreka, darka ku të di unë, gjërat e saj natyrë, po ka një seriozitet, domethënë që ne të kemi një marrëdhënie serioze në jetë. Ora të bëjmë diçka me pyet, a ka një opsion ku mund ta bëj të mirë, se ndoshta unë nuk e di. Pyet Allah. Si mund ta bëj të mirë? Ashtu e pyetën profetin alayhis salam.
Men as'adu an-nas, qala men as'ada an-nas. E pyetën dhe i thanë i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i lumtur? Tha ai që lumturon të tjerët. Si i lumturon të tjerët? Kjo është tjetra. Kjo është pyetja e radhës. Si i lumturon të tjerët? Pra të tjerët ti lumturojsh me atë që lumturon Allahun, jo me atë që don njeriu, se ndoshta njeriu mund dojë gjëra të cilat e zemrojnë Allahun. Dhe për ta mbyll për sonte, thot kafa adaban li nafsik ma karihtahu li ghayrik. Të mjafton ty si edukat për veten, pra që ta edukojsh veten veprimi që e urren ke tjetri. Çfarë do thotë? Tjetri flet në një formë me ty të pahishme, ose ti e konsideron të pahishme, ose bën një veprim të pahishëm, qoftë karshiti apo qoftë karshi një tjetri. Si fjalë e bie për shembull. Mund gjithësh sot në urban, çunë të ri, adoleshent, hala pa urrit mirë, e ka zonë domethënë atë karrikën ai, se erdhi gru, se erdhi i moshu, se erdhi një person domethënë që i shkreti domethënë mund të ketë shqetësime në shëndet, nuk ludhenit ai. Këtë veprim kur e shef këtë tjetri do të thotë që mos e aplikon ti tek vetja. Pra e shef të keqen, po bëje tradit ke vetja, thuja vetes, duhet të kesh kujdes nga kjo gjë. Pra të mjafton thot ty si edukat veprimi i keq dhe fjala e keqe që e urren ti tek tjetri. Kjo është pjesë e edukatës si të edukojsh ti veten. Dhe nderumit e mi, këto ishin shumë këshilla, ishin shumë tema në vetvete, janë shumë ligjërime në vetvete, por po i përcjell thjesht për të parë se kush ka qenë ky njeri, para se të kalojmë tek pjesa e fundit e jetës së tij, problematikat që do të kenë me sahabiun e nderuar Muawiya ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu deri në vrasjen ose rënien dëshmor të zotnisë së nderuar Aliut radhiyallahu anhu. Lutim Allahun xhelal xhelal zot na falë na mëshiro, na bëj se zot me moral të lartë të Hazrat Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mëson zot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mëson zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.